Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës, për fillim titujt kryesor. Haradinaj i dështon takimi Partisë Shqiptare nuk i përgjigjen ftesës, bisedon me partitë e minoriteteve jo serbe dhe thot se i ka numrat. Krijimi i institucioneve mund të marrë kohë për të kalim të ngërshit angazhohet ambasadori amerikan, sot takoi kreun AKR-s. Keqpërdorimet të ujit të pishëm në Gjakove e Gjirani, institucionet ndërmarrin veprime për t'i penguar keqbërësit, ta shpërsojnë masat. Sot bën 22 vjet nga masakra e Srebrenicës, në Bosni u varrosën 70 trupa dhe u përkujtuan të vrarë, dëshmitarët flasin për tmerrin. Ramush Haradinaj priti gjatë në njërë nga prej zyrave në kuvendin e Kosovës, por askush nga Partisë Shqiptare nuk shkoi në takim. I nominuari për kryeministër nga koalicioni PA nuk ishte dërguar ftesë LDK-s vetëvendosjes, por edhe partive të tjera për një takim ku do të diskutojë për krijimin e institucioneve të reja, por ai u refuzua. Të vetmi që biseduan me Haradinajn ishin partitë e minoriteteve jo serbe. Avni Arifi nuk e cilëson refuzim mungesën e partive në këtë takim. I nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj ka qëndruar për disa orë në ndërtesën e kuvendit të Kosovës. Por askush nga lëvizja vetëvendosje as nga koalicioni LDK-AKR Alternativa nuk ka shkuar të takohet me të, pas ftesës që ju ka bërë një ditë më parë. Të vetmit që janë përgjigjur thirrjes së Haradinajt kanë qenë deputetët e pakicave jo serbe. Por Avni Arifi nga AKJ-ja tha para mediave se përgjigja zyrtare pranohet vetëm me shkrim dhe se nuk mund të quhet refuzim i takimit. Nominuari për kryeministër zoti Haradinaj ka takime me komunitetet jo serbe, përfaqësuara në Parlamentin e Kosovës, janë takime konsultative në formin të qeverisë së re. Ne u kemi bërë ftesë formale, presën përgjigje formale. Arifa i theksoi se takimin me Haradinajn e kanë konfirmuar të gjitha partitë e pakicave jo serbe, ndërkohë i pyetur për listën serbe, ai tha se ende nuk i është dërguar ftesa për takim, ndërkohë Slavko Simić tashmë ka konfirmuar se do të marrë pjesë në çdo ftesë që u bëhet. Sipas Avni Arifit, nëse koalicioni PAN nuk ja del të arrijë marrëveshje me partitë apo koalicionet e tjera, atëherë do të nisin bisedat me deputet individualisht për të formuar qeverinë e re e që sipas tij tashmë janë siguruar numra. Ne kemi bërë propozimet e para, i bëjmë partive parlamentare që të jenë pjesë e qeverisjes. Dhe nëse kemi refuzim, atëherë do të shikojmë mundësinë e ndërtimit të partneritetit me deputet jashtë të grupeve parlamentare. LDK dhe partnerët si dhe lëvizja vetëvendosje qysh janë deklaruar kundër takimit me Haradinajn, përderisa ai vjen nga i nominuari i PAN-it për kryeministër të Kosovës. Megjithatë, lideri AKS beson se institucionet e Kosovës do të krijohen shumë shpejt. Kandidati i PAN-it thotë se seanca konstituive për formimin e institucioneve të vendit ka mundësi të mbahet javën që vjen. Në një deklarat për Ekspres, ai nuk ka dhënë ndonjë datë se kur mund thirret seanca konstituive, por nuk e ka përjashtuar mundësinë që kjo seancë të mbahet në fillim të javës së ardhshme. Këtyre fjalëve që i ka thënë Haradinaj u beson Xhavit Haliti. Ai thos sot në emisionin Imazh të RTK-s se koalicioni PAN i ka numrat për qeverinë. A do të bëhet apo jo, unë nuk e kontestoj asnjëherë, dhe se kom kontestuar asnjëherë. Dhe unë po besoj, dhe du shumë të besoj fjalës së zotit Haradinaj, që koalicioni ka votat, fjalës së kolegave të mi në Partinë Demokratike që i kemi votat, dhe duke pas besimin e plot të këta, edhe unë po them që i kemi votat. Mbi bazën e asaj që i njihni dhe parimet e tyre, ju prisni refleksion të deputetëve të caktuar për formimin e institucioneve? Unë pres dhe besoj që në Parlamentin e Kosovës ka deputet me integritet, dhe që do të votojnë në interes të Kosovës, në interes të krijimit të institucioneve. Po unë nuk e besoj që është mirë për LDK-n dhe është i bjen mirë Kosovës që të mos hyjë LDK-ja në koalicion. Si të qoftë, unë nuk e kuptoj edhe mos e merrni këtë si thirrje që po ja bëj se s'jam i autorizuar ta thras LDK-n për të hyrë në koalicion, por po besoj që është e mundshme që të kemi një koalicion më të gjerë. Partitë që nuk i shkuan në takim Ramush Haradinajt kanë vendosur të heshtin dhe të mos flasin shumë për planet që kanë, nëse mandatari i parë nuk arrin ta krijojë qeverinë.
Duke parë që situata politike nuk po çon drejt një zgjidhjeje të shpejtë, është angazhuar edhe ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi. Ai sot takoi kreun e AKR-s Begjet Pacolli, ndërsa pas takimit foli fare shkurt. Ambasadori Amerikan Greg Delawi gjatë ditës së sotme ishte për vizitë në Selinë e AKR-s. Aty u takua me kreun e kësaj partie Begjet Pacolli. Ndonë se konsultimet e ditëve të fundit të ambasadorit Delawi po ndodhi në kuadër të përpjekjeve për konsolidimin e institucioneve, megjithatë, ai po preferon që këto takime t'i zhvillojë larg syve të medjave. Pas takimit të sotëm me Pacollin, ambasadori Delawi ka folur shumë shkurt për mediat, duke thënë se do t'i takojë të gjithë. Ndërsa kreu i AKR-s Begjet Pacolli, ndryshe nga dje kur foli para medjave dhe tha se koalicioni LDK-AKR Alternativa është unik për sa i përket mos mbështetjes së koalicionit PAN për krijimin e qeverisë, sot pas takimit me ambasadorin Delawi, Pacolli nuk është deklaruar fare. Nga ana tjetër, zyrtarët të LDK-s nuk kanë folur rreth qëndrimit të kësaj partie, për sa i përket zgjedhjes së kryeparlamentarit dhe zërave nga PDK se kandidati PAN-it për kryeparlamentar do të jetë Kadri Veseli. Megjithse deputeti i Alternativës Ilir Deda përmes mediave ka paralajmëruar se si koalicion do të lëshojnë seancën e kuvendit në momentin kur do të votohet qeveria, nga ana tjetër, zyrtar nga LDK kanë thënë se Ilir Deda nuk e përfaqëson qëndrimin e gjithë koalicionit. Se cila do t'jenë veprimet e koalicionit LDK-AKR Alternativa për sa i përket konstituimit të kuvendit, votimit të kandidatit për kryetar të kuvendit dhe votimit të qeverisë, akoma nuk ka një qëndrim përfundimtar nga ky koalicion. Megjithatë, Avdullah Hoti nga LDK përmes rrjetit social Facebook ka publikuar një foto ku shihen zyrtarë të LDK-s e ku thuhet se janë në konsultime intensive dhe paralajmërohen qëndrime, siç thuhet, të qarta për t'ju qëndruar besnik qytetarëve dhe votuesve. Ndërsa zyrtarë të lëvizjes vetëvendosje tashmë e kanë bërë të qartë se nuk e mbështesin kandidaturën e Veselit për kryetar të kuvendit, por ata nuk kanë dashur të flasin sot rreth qëndrimeve që do të mbajë ky subjekt politik me rastin e zgjedhjes së kryeparlamentarit dhe qeverisë, përkatësisht rreth asaj nëse do të qëndrojnë ose jo në seancë në kohën kur do të votohet për kryeparlamentar dhe qeveri. Ndërkohë në orët e pasdites vetëvendosje ka njoftuar se kandidati për kryeministër Albin Kurti dhe nënkryetari Dardan Sejdiu kanë takuar shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, Natalja Apostolova. Në këtë takim në zyret të BE-s pas njoftimit u diskutua situata pas certifikimit të zgjedhjeve të 11 qershorit, vizita delegacionit të vetëvendosjes në Bruksel si dhe disa nga prioritetet qeverisë të televizjes. Dhe duke parë se si po shkojnë zhvillimet politike, mund të ketë zvarritje të krijimit të institucioneve të reja. Albert Krasniqi nga KDI-a ka thënë se kuvendi konsiderohet i konstituar vetëm në momentin e zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarit, dhe jo në momentin e dhënies së betimit nga deputetët. Ndjekim një deklaratë të Krasniqit. Shumë do të varet sa do të kenë numrat e nevojshëm subjektit politike në kuvend për ta formuar qeverinë, edhe shpejtësia me të cilën do të mund të konstituohen institucionet e reja. Në rast se koalicioni PAN nuk i ka numrat, atëherë mund të ketë zvarritje dhe seanca konstituive mos të thirrë deri në 30 ditë nga ana e presidentit. Më pastaj që të propozohen vazhdimisht kandidat të ndryshëm për kryetar të kuvendit, nëse deputetëve të tjerë nuk e përkrahin ato propozime të cilat vijnë prej koalicionit PAN, dhe këtu mund të ketë një zvarritje të gjatë të konstituimit të kuvendit, në rast se parti tjera nuk e përkrahin atë kandidat që propozohet nga PAN. Kurdo dhe kushdo që i krijon institucionet e Kosovës, ato presin detyra që duhet i kryen dhe që janë kushte i vënë nga Bashkimi Evropian. Komisionari i BE-s për zgjedhim Johannes Hahn u ka rikujtuar autoriteteve kosovare dy kushtet e mbetura: demarkacionin dhe luftimin e krimit e korrupsionit, me qëllim që kosovarëve t'u mundsohet lëvizja e lirë në vendet e Bashkimit Evropian. Paralajmërimin për Bashkim Kombëtar Hahn e vlerësoi si një diskutim të rrezikshëm dhe të papranueshëm. Komisioni i Ribashkimit Evropian për fshинësi dhe zgjerim Johannes Hahn ka folur lidhur me paralajmërimin për Bashkim Kombëtar në rast se Bashkimi Evropian mbyll dyert për Shqipërinë dhe Kosovën. Ai vlerësoi se një diskutim i tillë është i rrezikshëm dhe i papranueshëm, duke shtuar se duhet parë e ardhmja e të gjithë rajonit. Në pyetjen e gazetës Tema rreth faktit se Kosova mbeti i vetmi vend në Ballkan që ka nevojë për viza, Hahn rikonfirmoi qëndrimin e tij rreth dy kërkesave të mbetura për Kosovën.
forcimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe ratifikimi i marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi. Tani prioritet për Kosovën sipas Han është formimi i një qeverie bazuar në shumicën parlamentare, në përputhje me kushtetutën dhe procedurat parlamentare. Çdo qeveri e re do të duhet të angazhohet në perspektivën e vendit në Bashkimin Evropian dhe të kryejë reforma thelbësore, në veçanti ato të sundimit të ligjit dhe ekonominë, si dhe të angazhohet seriozisht në dialogun me Serbinë, ka theksuar postjerash komisioneri për sqarim. Sipas tij, qeveria e re duhet të përmbush pritshmëritë e qytetarëve të saj. E liberalizimi i vizave është një nga pritshmëritë kryesore, theksoi Han, duke rikonfirmuar se Komisioni është i gatshëm ta mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugës, por sipas tij, përgjegjësia tani qëndron tek politikanët e Kosovës. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev zhvilloi një takim me ambasadorin e Republikës së Kosovës Ylber Hysa. Në këtë takim u diskutua për bashkëpunimin e deritanishëm dhe mundësinë e thellimit dhe zgjerimit të marrëdhënieve të suksesshme dypalçe. Kryeministri Zaev, siç informon shërbimi për shtypje qeverisë, ka thënë se së shpejti pritet të formohet qeveria e re e Kosovës për të vazhduar historinë e suksesit të bashkëpunimit mes dy qeverive. Inxheti afrikan ka pushtuar këto ditë Kosovën. Instituti Hidrometeorologjik ka bërtëditur se edhe gjatë kësaj jave është parashikuar të ketë intervale të gjata me diell, ku temperaturat maksimale e ditës parashihet të arrijë deri në 36 gradë Celsius. Dhe kur temperaturat janë të larta, nevoja për ujë është shumë e madhe, por edhe mundësia për ta keq përdorur atë. Duke parë këtë fenomen, kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, ka nxjerrë sot një urdhëresë për kufizimin e shfrytëzimit të ujit të pishëm. Kurse zyrtarët e hidrosistemit Radoniqi në Gjakov kanë shtrënguar masat dhe do t'i ndëshkojnë keqpërdëruesit. Si pasojë e temperaturave të larta gjatë ditëve të fundit, edhe në Gjakov është përkeqësuar furnizimi me ujë të pijes. Krejt kjo si rezultati i keqpërdorimit të ujit nga qytetarët e pandërgjegjshëm. Këtë e pohojnë edhe vetë konsumatorët gjakovar, të cilët bëjnë thirrje që uji të mos keqpërdoret. Nga mesdita deri në darkë, po thuj si s'kem fare shtypje. Ne jemi në katër në parë, sa katër larta, po thuj si s'kan fare. I bëja për gjithë qytetarëve, mos ta keqpërdorin ujë, sepse njerëzit e kanë higjenë, janë shumë gjëra në pyetje. Kanë të lëfarë rastet të gjëra. Kanë pak respekt ndaj njëri tjetrit, ne ta ruajnë ujin, ne ta kursejnë, mos ta keqpërdorin. Se uji po keqpërdoret në masë të madhe, këtë e thonë edhe zyrtarët e Radoniqit. Katrina Rudi, zëdhënëse e kompanisë, thotë se liçeni është i mbushur dhe se Radoniqi aktualisht është duke prodhuar 500 litra ujë për sekond. Disa kanë ujë për t'i ujitur arat, e disa të tjerë, sidomos ata të cilët gjenden në pikat më të larta, po ju mungon uji për pije. Ne prodhojmë 500 litra ujë në sekond, i shfrytëzojmë gjitha kapacitetet tona, dhe kemi ujë të mjaftueshëm për gjithë 35.000 konsumatorët tonë. Zyrtarët e hidrosistemit Radoniqi janë të vendosur në ndëshkimin maksimal të gjithë atyre që pa asnjë kriter e keqpërdorin ujin në dëm të qytetarëve. Gjithta konsumatorë të cilët nuk i respektojnë këto masa parandaluese do të dënohen. Listat e këtyre konsumatorëve keqpërdorues i publikojmë në rrjetet tona sociale, si në faqe ashtu edhe në faqen tonë Facebookut, për t'i vëdisuar sa më shumë konsumatorë tjerë që të mos të shfrytëzojnë ujin e pijes për ujitja apo çfarëdo shfrytëzimi tjetër. Ndryshe, rreth 350.000 konsumatorë të komunave të Gjakovës, Prizrenit dhe Rahovecit furnizohen me ujin e sistemit të Radoniqit, ndërsa mijëra hektar tokë ujiten me ujin e liçenit të Radoniqit. Ndër ata që keqpërdorin ujin e pishëm janë edhe bujqit që ujitin tokat për t'i kultivuar kulturat bujqësore. Por në shumë raste, rreshjet e mëdha të shiut dhe vëshimet ka shkatruar gjithçka që kanë mbjellë. Por duke filluar nga ky vit, dëmet që natyra u shkakton bujqve do të kompenzohen. Që kjo të ndodhë, fermerët duhet fillimisht t'i sigurojnë kulturat e tyre bujqësore. Dëmet që u shkaktohen bujqve nga fatkeqësitë natyrore, por jo vetëm, do të mund të kompensohen prej fillimit të vitit që vjen. Kjo nëse fermerët fillimisht do të sigurojnë produktet e tyre bujqësore. Ministri në detyrë Memli Krasniqi në takimin e sektorit për sigurime bujqësore tha se ende nuk mund të thuhet se sa do të jetë shumë e primit të sigurimit, por gjysmën e saj do ta subvencionojë Ministria e Bujqësisë. Shpresojmë shumë që herët në vitin 2018 tregu të ketë mundësi të ofrojë spaku për them 3 produkte, dhe që spaku nga ne të jetë në një përsigurimin e kulturave,
specifiku sot cilat dhe mirë që tjetë ndërlidhur me sektorin e blegëtorisë. Zyrtar të IFC-s apo korporatës financiare ndërkombëtare, partnere në këtë projekt, thanë se është momenti i fundit kur ky proces duhet të fillojë e që do të ndihmojë bujqit dhe do të arrisë prodhimtarinë vendore. Të fillojmë që sa më shpejt të lëshohen policat e para sigurimet që do të ndahen fermerëve nga kompanitë e sigurimet që prezente këtu. Nga ana e IPC-s do të sigurojë që kemi ekspertë të mjaftueshëm ndërkombëtar që kanë përvojë të vetë mjaftueshme edhe ndërkombëtare nga ndërsa ndryshues siç është Zoja Soroka që është prezente këtu dhe të tjerë që në mënyrë të suksesshme ta përfillojnë këtë projekt. Zëvendës guvernatori BÇK-s Fehmi Mehmeti tha se sektori i sigurimeve bujqësore ofron produkte të sigurimit. Megjithatë, kërkesa është shumë e ulët, derisa tha se janë të gatshëm që të ndihmojnë iniciativa të tilla që kanë për qëllim zhvillimin e sektorëve me rëndësi të veçantë në zhvillimin ekonomik. Vetëm muajt e fundit, fermerët kanë pësuar miliona euro humbje nga dëmet që u janë shkaktuar nga kushtet jo të favorshme atmosferike. Me dëme ose pato, bujqësia mbetet një ndër sektorët që krijon më së shumti vende pune. Por numri i papunëve në Kosovë mbetet ende i lartë. Agjencia e Statistikave ka publikuar shifrat e papunësisë në të cilën dominojnë femrat. Duke parë këtë nivel të ulët, bizneset, sidomos ato që udhëhiqen nga gratë, mundohen që të punësojnë sa më shumë femra. Suksesi i këtij biznesi varet nga puna që bën Nora Zuka. Ka 15 vjet që merret me këtë veprimtari, por tash ajo ka hapur vetë sallonin për shitjen e mobiljeve. Përparësinë e këtë biznes që udhëheq Nora ka punësimi i femrave. Aktualisht, tash për momentin jemi vetëm 3 femra, sepse ky është biznes i ri, do thotë që është hapur që 1 muaj. Po me kalimin e kohës, po mendoj mas 1 vite, 2 vite, që të punësojmë me shumë femna, sepse na jemi më shumë këto, për shembull, jemi të kënaqur më shumë pas femna të punësuara se meshkuj, se këtë punë më shumë këtë biznes do të thotë këtë shitje më shumë e dën për shembull koni gjinisë femërore. Por niveli i punësimit të femrave mbetet shumë shqetësues. Të dhënat e publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se vetëm 13% e femrave që janë të afta për punë janë të punësuara. Mungesa e vendeve të lira të punës po bëhet shqetësim sidomos për gratë familjare. Edhe jam një nanë, si kum rrit fëmijë, kum shkollu, papunësia është nivel, mo s'di ku me shku. Ka qytetarë që përqindjen e ulët në punësim për femrat e arsytojnë me mos interesimin e tyre. Sipas mendimit tim, femrat nëse do të kërkonin punë, ato do të mund të gjenin shumë lehtë. Po ato nuk kërkojnë dhe nuk gjejnë. Ka vështirësi të punësimit, nëse donë me punu dhe nëse donë punë të kimi gjetë. Unë e mendoj që është për vete. Statistika tregojnë që në këtë vit shkalla e papunësisë në nivel vendi është 30.5%. Kur jemi te punësimi në Prishtinë do të hapen 250 vende të punës. Kjo u bë ditur sot kur në kryeqytet është hapur dega e Teleperformancës, e cila është kompania më e madhe globale për shërbime ndaj klientëve. Aty u tha se kjo dëshmon se dal nga dal po përmirësohet imazhi i Kosovës, e cila po bëhet një vend atraktiv për investime. Ndjekim në vazhdim deklaratën e ministrit në detyrë Arban Abrashi dhe kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti. Kjo që apëndosë sot është një vepër e madhe edhe për Prishtinën, edhe për Kosovën. Sot punësohen rreth 100 të rinj, cilët me aftësitë e tyre, cilat i posedon rinia e Kosovës, e bajnë një mesazh edhe në Evropë, e bajnë një mesazh edhe në botë dhe tregojnë se edhe Kosova është në gjendje që të ofrojë shërbime të tilla. Kjo po tregon se Prishtina po bëhet një qendër apo një hub për business process outsourcing, për nën kontraktimin e shërbimeve, duke marrë parasysh që jemi bërë edhe vend atraktiv për shkak të fuqisë së punëtorëve dhe për shkak të aftësive që rinia jonë i posedon. Guvernatori i BQK-s Bedri Hamza po merr pjesë në konferencën e nivelit të lartë e organizuar nga FMN-ja dhe Banka Nacionale e Kroacisë, e cila po mbahet në qytetin e Dubrovnikut. Tema boshte e konferencës është përshpejtimi i konvergjencës në Evropën qendrore, lindore dhe juglindore. Në kuadër të konferencës, guvernatori Hamza ka marrë pjesë në një tryezë diskutimi me drejtoreshën menaxhuese të FMN-s Christine Lagarde, ku ka folur për rolin që ka pasur FMN-ja për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Për shumë vite ishte mësimdhënës në shkollën e Qerem Çabej në Vushtri, por edhe kur shkoi në Suedi, Raif Mehmeti nuk u shkëput nga institucioni ku punoi. Sa herë vjen në pushim, ish mësimdhënësi sjell ndonjë donacion nga diaspora.
Këtë herë solli 30 tituj librash për këtë shkollë, e cila si vjet ka shënuar rekord të kalueshmërisë në testin e maturës. Tani më, shkolla e mesme e lartë gjimnazi e Shrem Qabej në Vushtri është pasuruar edhe me 30 tituj librash. Kjo u bë e mundur fal angazhimit të ish profesorit në këtë shkollë dhe një donacioni nga Suedia. Kështu që do thot 10.000 euro kanë qenë pare, do thot kesh që shoqata suedeze i ka dhënë në vazhdime, mirë po ta kanë si rregull që do thot ne pare nuk ju kemi dhënë gjimnazit, por i kemi ka kërkesat e tyne dhe bashkarisht kemi shkuni, i kemi ble për shembull librat, kompjuter, edhe kemi sjellë në shkollë. Dhe atje kemi dokumentuar në mënyrën më të mirë, do thot se çdo gjë është vepruar ashtu siç i kanë rregullat ato. Kjo nuk është hera parë që kjo shkollë pranon donacione pikërisht nga ish profesori Raif Mehmeti. Drejtori i shkollës së Vushtrisë ka falenderuar shoqatën dhe diasporën, duke thënë se ky donacion është shumë i vlefshëm, si në aspektin profesional, ashtu edhe në ngritje të efikasitetit arsimor. Sot kemi një ish profesor tonin që është këtu, i cili që një dekadë e më tepër në këtë institucion sjell të mira, duke filluar nga kompjuteret, nga banka, karrigat, e shikoni tash vërtet këtë sukses na ka begatuar pikërisht me librin që është dhurata më çmuar dhe më mirë për institucionin tonë. Gjimnazia e Shrem Qabej në Vushtri është një nga shkollat me cilësinë më të lartë në Kosovë. Maturantët e kësaj shkolle, sipas drejtorit, kanë arritur ta kalojnë testin me 99.17%. Dhjetra mijëra persona nga tërë territori i Bosnjës janë mbledhur në Srebrenicë për të shënuar 22 vjetorin e masakrës më të madhe pas luftës së dytë botërore. Në këtë ditë u bë rivarrimi 71 viktimave që u vranë gjatë luftës. Më shumë se 20.000 qytetarë të Bosnjës, por edhe delegacione dhe qytetarë të thjeshtë nga 10 vende të ndryshme janë mbledhur në Srebrenicë për të marrë pjesë në rivarrimin e 71 viktimave të sapo identifikuara të masakrës së vitit 1995. Viktimat, mosha e të cilave ishte nga 15 deri në 72 vjet, u varrosën së bashku me më shumë se 6500 të vrarët identifikuar deri me tani. Gjatë ditëve të vrasjeve në Srebrenicë të rajonit, do të diskutohet në samitin e Triestës, i cili do të fillon me 12 korrik. Kanë kaluar 22 vjet, por plagët që ka shkaktuar kjo masakër më e madhja pas luftës së dytë botërore janë ende të hapura. Kush më shumë se ata që ishin dëshmitar të saj din të rrëfejnë për të merrin e atyre ditëve të kopshme për popullin bosnjak. Njëri nga ata është edhe Nexhat Avdić. Ai vendosi të flasë për Evropën e lirë, sepse heshtja ndaj kësaj masakre është krimi më i madh. Lutja për shpirtat të vrarëve është e vetmja që mund të bëj për ta. Kur shikon këtë varë në Srebrenicë të Bosnjës, Nexhat Avdić kujton se sa afër kishte vdekjen në këtë vend kur po kryhet masakra më e madhe që nga lufta e dytë botërore. Gati 3 dekada pas kësaj ngjarje, Nexhati ka vendosur të flasë për atë se çka ka përjetuar nga serbët. Ndjeja gjakun që më ngjitej në këmbë, kam menduar se është fundi. Kam parë plumba duke goditur njerëz përreth. Jam përgatitur se do të më qellojnë edhe mua. Jeta dhe vdekja për të ishin shumë afër. Në të djathtë kam parë njerëz që po binin në tokë. Ata vazhdonin të vrisnin. Plumbi më ka goditur në këmbën e majt. Kam ndjerë dhimbje të tmerrshme. Në atë moment kam dashur të vdes. Shumë njerëz kanë qenë gjallë dhe kam bërtitur. Me gjithë dhimbjen, dëshira për të jetuar është shumë e madhe. Në një moment kam parë qizme në një ushtari para meje dhe kam menduar sa i ka ardhur të më vras dhe i ka mbyllur syt. Por ai ka vrarë një burr para meje që ka bërtitur argëzshëm. Në një moment kam bërë përpjekje që ta kthej kokën në anën tjetër, të jem rahat para se të vdes. Por Nexhati arriti të mbijetoj, edhe pse shumë herë është lutur që të vdes, pas gjithë atyre përjetimeve që ka pasur. Tash jeton pa frikën nga vdekja, por me kujtimet për shumë të afërm që u vranë dhe janë varrosur në këtë vend, sikur që ka shumë prej tyre që ende nuk u dihet varri. Nexhati rrëfeu tërë historinë për Radio Europën e Lirë, sepse heshtja ndaj këtyre masakrave si ai është krimi më i madh. Të nderuar shikues, këtu po e përfundojmë këtë edicion lajmesh. Ju falenderoj për vëmendje, mirupafshim.